Adhurues të basketbollit në platformën tuaj dhe tonë Art Motion, ku do qeni duke na shikun këto qaste Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa po Amerikë. Mirë se erdhët me këto pamje fantastike të qytetit të Mitrovicës, ura hibrid dhe palestra Minatori, natyrisht në realizim të ekipit fantastik të Oksigjenit. Po i shofim, çdo gjë është e gatshme për finalen e 4, jemi në Minatori, në këtë ambient super të bukur të tempullit të basketbollit kosovar. Së bashku me ju direkt nga ky ambient fantastik basketbollistik dhe ndeshja e 4 finale play-offit Pro Credit Superligës ndërmjet Bashkimit të Trepçës, jemi Unagon Femiu dhe Ulpiana Emra. A do ta kaloj Trepça në përsi prej 3-1 në seri, apo Bashkimi do të barazoj serin dhe ta rikthen në përsinë e fushës vendase, të cilën e humbi para 3 ditëve. Këtë do ta mësojmë në fund të 40 minutave dhe një spektakli të sportit numër 1 në vendin tonë, definitivisht në adresën Kuraz Emra e basketbollit, në vendin tonë Art Motion. Ulpiana, aktualisht seria është 2-1 për Trepçën, e cila disavantazhin prej 0-1 riktheu në avantazh prej 2-1, duke u këndellur pas disfatës në ndeshjen e parë së Seza i Suroj dhe duke fituar mërkurën e kaluar këtu në Minatori dhe të dielën në Seza i Suroj, ku një herësh edhe fitoi përparësinë e fushës vendase. Kjo ndeshje sonte është shumë e rëndësishme për të dyja skuadrat. Atëherë Agon, fillimisht dua t'i përshëndes edhe unë gjithë shikuesit. Me të vërtetë është ndeshje shumë e rëndësishme kjo. Bashkimi mund të me bëri një kiks me atë humbje në Prizren dhe tashmë gjithçka fol në të mirë të ekipit të Trepçës. Për prizrenasit kjo ndeshje nuk ka opcion tjetër pos fitore. Në anën tjetër, loja që e tregoi Trepça në Prizren definitivisht ishte një lojë që bindi shumë më tepër që aktualisht ekipi Mitrovica se ka marrë kontrollin e kësaj serie për faktin që i mori 2 fitore radhazi. E tash do të shohim a do të arrijnë trajneri Adjes Beqiragic me ato specialitetet e tij që ta marrë edhe këtë fitore dhe ta bën një hap shumë të madh drejt titullit kampion, apo Bashkimi do ta jap edhe atomin e fundit, do të mundohet, jam e sigurt që sonte nuk do ta tregojnë lojën që e tregojnë Prizren, shumë ndryshe do t'i qasin kësaj loje, e din seriozitetin dhe definitivisht do të shohim një tjetër spektakël ashtu siç ishte edhe në ndeshjen një javë më parë këtu në të mërkurën. Po, pra seria aktualisht është 2-1 në favor të kampionëve aktual që sonte kërkojnë fitoren për të siguru qetësi para udhëtimit në Seza i Suroj të dielën, kurse nga ana tjetër Bashkimi sonte kërkon fitoren për t'ju shmangë stresit eventual para duelit të së dielës. Ulpiana dhe të hënën në asist së bashku me analistët tanë dhe 2 legjendat e basketbollit, Blerim Buniqin e Edmond Azemin. Kur kemi analizuar ndeshjen e tretë, kemi përmend se 3 faktor kanë qenë kyç në fitoren e Mitrovicasve apo humbjen e Prizrenasve si dush. Do me thonë ka qenë mungesa Wendell Greenit dhe mos shërimi i plot i Lejson Zeqirit, përvoja trajnerit Adis Beqiragicit dhe përvoja e lojtarëve të Trepçës që po e përballojnë më mirë presionin e publikut se sa lojtarët e Bashkimit. Me vërtet Agon, Trepça arriti një fitore shumë të madhe në Prizren, fitoria pa u arrit me rezultat 88-71 dhe u kaluan e përsi. Bashkimi pati lojt mirë vetëm në minutat e para kur pati e përsi, më pas nga minuta e 9 të ndeshjes Trepça e mori totalisht kontrollin, kurse vendimtar definitivisht ishte ai çereku i tretë, ajo seria prej 11-0 gjithsesi 14 me 2, po i shohim edhe pamjet nga Prizreni, nga ndeshja e cila u fitua nga ekipi i Trepçës, pra e përsia pas pjesës së parë ishte +5, por ato treshet e Trepçës ishin vendimtare në çerekun e tretë. Ja, po shkojmë edhe me prezantimin e lojtarëve. Bashkimi vjen me kapitenin Altin Morinën me numër 1, me numër 2 Fisja Shari, 3 Max Smith, 5 Dirk Williams, 6 Valon Bunjaku, 7 Eric Opes, 10 Besim Bytyqi, 11 Wendell Green, i cili sonte është i gatshëm, 21 Samir Zekiqi, 22 Meriton Ismaili, 24 Javius McInnes dhe 27 Lejson Zeqiri, trajneri Sasha Jankovici, me ndihmësit e tij Bledar Gjeqajn dhe Elbesar Gështenjën.
Tani do të kemi edhe prezantimin e skuadrës Niko Qire. Kapiteni me numër 0, Anes Gashi. Me numër 2, Sammy Hunter. Me numër 3, Michael Green. 7 Botën Tuna te Junior Madut. 11 Mikailet Mushishi. 12 Drilon Hajrizi. 15 Michael Myers. 23 Riyad Ferrati. 28 Erion Kastrati, 32 Tekela Cotton dhe 35 Dardan Kapiti. Trajneri Adis Beqiragishi, mendimësit e ti Petrit Zeqirin, Brahim Veselin dhe Diamant Qaushin. Refer të kësaj ndeshje janë Ademir Zurapovic, Andris Aungogres dhe Igor Mitroski. Të ndëgjojmë intonimin e hymnit të Kosovës. Pra Ulpiana, atë që e tham, Trepqa në duelin e tretë dominoj plotësisht me treshe duke shënu. Ta ndëgjojmë edhe intonimin e hymnit të Flamurit. Tham Trepqa në duelin e 8 plotësisht dominoj me treshe, duke shënu 10 më shumë se Bashkimi. Trepqa realizoi 13, kurse Bashkimi vetëm 3 piksha. Një tjetër pikë e dopt ka qenë gjuajtjet e lira pasi Bashkimi huqi 13 sosh, duke realizu 28 nga 41 gjuajtjet lira. Ky numër i lartë i gjuajtjeve të lira të Bashkimit erdhi si pasojë e presingut të jashtëzakonshëm në mbrojtje që e bëri Adis Beqiragiqi, i cili e shtoi presionin pas mungesës playmakerit Wendell Greenit, i cili ishte i sëmur dhe nuk arriti të paraqitet në lojë. Si pasojë e këtij presingu, Mitrovicasit kanë shkaktu 31 personale përkundër vetëm 19 të Bashkimit. Mirë, po Prizrenasit nuk e shfrytzuan këtë detaj dhe huqën 13 gjuajtje të lira. Apo në duhet theksuar gjithashtu se te Trepqa Gjokerda i fakturi X, nëse mund të themi, si më i merituari për fitore ishte reprezentuesi i Sudanit. Pra e shohim në grafika, pra Junior Madut 16 pikë, 4 asistime, 6 kërcime, nuk u prit nga askush ky shpërthim i Madutit dhe erdhi pikërisht kur ju desh ekipit të Trepqës më shumti. Ai u ndihmua edhe nga 2 snajperës të tjerë, të cilët po ashtu i realizuan nga 3 treshe. Playmakeri Michael Green që duelin e mbylli me 13 pikë dhe Drilon Hajrizi që kontriboi me 11 pikë tjera. Po, sa i përket qendrës Michael Myers, duhet thonë se ai ka shënu 13 pikë e shtoi 8 kërcime, por për shkak të atij faullit jo sportiv ndaj Mekinisit e pastaj edhe gabimit teknik u suspendua nga ndeshja, kurse lojë të shkëlqyeshme shfaqe dhe reprezentuesi i Bahameve, Sammy Hunter, i cili shtoi 11 pikë. Duhet theksu po ashtu se edhe në ndeshjen e tretë vazhdoi dueli i nxehtë midis dy qendrave, Myersit dhe
McInnesit, kurse si pasojë e kësaj Myers u përjashtua, si do t'jetë sonte, do të mbetet, pra do të shihet. Nga ana tjetër te Bashkimi, sikur se tha, mungoj playmakeri Wendell Green dhe mesatari ati prej 16 pikëve, 5 asistimeve, dhe Lejson Zeqiru pa qartë se ende nuk e kishte të shëruar plotësisht lëndimin e gjurit të psuar në minatorin në finalin e dytë. Atmosferë fantastike, me të vërtet këtu në minatori. Pra, atmosfera është e zjartë, sikur se ajo e aeroplanve supersonik, dhe po duket sikur ka shpërthyer muri i zërit, edhe sonte sikur se ngjashëm në Sezai Suroj, ku atmosfera ishte jashtëzakonisht e zhurmshme, edhe sonte në minatori, po jehon palestra. Ndërsa po e shohim tashmë edhe koreografinë e përgatitur nga Torcida, trofet e fituar nga Mitrovica, se me të vërtet kënaqësi ky edicion, këto finale të këtij viti shpërthejnë të dyja palestrat, e sonte kemi diçka të veçantë nga Torcida, tashmë është palosët edhe ky trofeu i fundit, ndërsa Mitrovicasit duke super të motivuar edhe për këtë trofe. Gjithsesi, për të përshëndetur dhe për të përgëzuar kjo koreografi edhe nga Torcida që është përgatitur sonte. Atëherë po e shohim edhe formacionet, si që tha edhe Agoni, sonte të dyja ekipet luajnë me formacion të plotë, rikthimi Wendell Green do t'jetë një plus i madh për ekipin e Bashkimit, u pa që loja e Bashkimit nuk po funksiononte pa Wendell Greenin. E gjithçka gati tashmë është për të filluar edhe ndeshja, ndërsa Torcida kanë edhe një tjetër koreografi. Kjo tashmë është betejë dhe tifozërive, se kush do t'jetë më kreativ me këto pankarta, do të shohim se çka do të përgatisin edhe Arpajik në Prizren. Sidoqoftë, kjo është ajo që e përmenda, vazhdoi dueli i nxehtë midis dy qendrave Myers dhe McInnes në këto duelet adhurues basketbollit, kur jemi te edhe 5 startuese, Green, Tuna, Hajrizi, Myers dhe Cotton startojnë sonte. Ndërsa për Bashkimin, Morina Smith Green, kthehet McInnes dhe Zeqiri. Thash, kur jemi të dy ndeshjet e para se zhvillohet dueli i tretë final të dielën në Sezai Suroj, na ranë sy disa adete shumë interesante. Në ndeshjen e parë lider Bashkimit ishin fundorët amerikan Max Smith dhe Wendell Green me nga 22 pikë secili dhe atë nga 3 treshe secili prej tyre, kurse në ndeshjen e dytë të zhvilluar të mërkurin e kaluar këtu, Myers dhe Tekele Cotton ishin lider me nga 22 pikë. Të dy ndeshjet përfunduan me kosh averazh identik nga 7 pikë dallim. Dhe çdo gjë është e gatshme, t'i lojmë statistika, ta ndëgjojmë këtë atmosferë fenomenale dhe fillimin e duelit të katërt, Myers apo McInnes, lufta me njëherë atje në start. Green për trilonin, i vetmuar është Tuna, tenton me të parën dhe realizon treshe, nërsa neve po në ndërprehet audio sinjali mu dhe Ulpianës. Shpërthen atmosfera në minatori me treshen e batën Tunës, qysh në start. Spektakel. Sa e shoh impresionin tashmë tek Wendell Green, në do ta ketë të lehtë. Arin disi të tentim për 3 pikë atje, kundër sulmi shpejt, Cotton nga koshi në kosh, shkon depërton dhe dalet në mënyrë të palejuar. Është kryesori sonte është Zurapovic, ndërsa ndihmësit e tij janë Andris Aunkrogers, ju kujtohet ka referuar ndeshjen Kosova-Danimarka, sikurse edhe tashmë e njohim edhe Maqedonin Igor Mitrovski.
të dy gjuajtjet e lira i realizon tek edhe Kotër në start, edhe ndeshja e kaluar në Sezai Suroj filloi me një seri prej 7-0. 5 pik i kishte shënuar rresht Drilon Hajrizi, sonte ishte Tuna me treshe, në atë ndeshje ishte Driloni që startoi me treshe. Driloni atje me njëherë pressing të Morina, bukur atje Lejsoni për Max Smithin, nuk shënon, por e kap këtë top, Lejson Zeqiri, tenton me 3 pik, nuk realizon, më i larti, Green atje, dhe Drilon Hajrizi luftojnë me McInnesin e kapin këtë top, topi për Michael Greenin, Tuna. Morina është jashtëzakonisht agresiv atje ndaj Tunës, në postin e ullë atje Green dhe Cotton. Myers atje nga plani i dytë vjen dhe realizon kërcim në sulm dhe realizon, ndërsa neve po vazhdon të na pengoj kjo ndërpremje e audiosinalit në kufjet tona. 7-0. Green për McInnesin, McInnes dhe Myers luftojnë atje. Myersin atje, McInnes. Shkohet me teknike me njëherë kemi teknike. Gjëvoj McInnes, pasi që shënoj koshin, shkoj atje dhe ja shikoni, e shënoj mbi Myersin, u kthy ka publiku. Edhe kjo shihet si provokim. Njësoj edhe javën e kaluar Myersi ishte ndërshkuar për të njëjtën gjë në Sezai Suroj, dhe pasi kishte pasur një faul jo sportiv paraprakisht ishte suspenduar nga loja. Kjo sonte është teknikja për McInnesin. Sasha Jankovici u bo shumë nervoz me McInnesin që e shkaktoi këtë teknike të panevojshme. Mu duk që ishte protest ndaj referit më tepër se sa, pasi kërkoi kontakt nga kërkoi faul, nuk ishte provokim. Sipas meje, mendimi im ishte ky, ai kërkoi faul aty tek referi. Jo, nga se referi Aun Krogers nga Estonia e tregoi shumë qartë se kishte të bënte me provokimin të cilin ja bëri publikut. Sidoqoftë, u ndërshkua me teknike dhe e bëri shumë nervoz Sasha Jankovici. Sa bukur depërton dhe realizon Myers për 10-2. Seri fillestare, faul i Tunas ndaj Wendell Greenit. Definitivisht sonte ka ndryshu loja e Bashkimit. Normal, starti shpejt i skuadrës Niko Qire. Mirë po e shofim se me Wendell Greenin sonte do të jetë shumë ndryshe. McInnes e kthen te Zeqiri, Altin Morina nga një situatë shumë e vështirë përgjigjet me treshën e parë për Bashkimin. Ju thash në ndeshjen e kaluar në Sezai Suroj të dielën 17-3 ishte për treshe. Green atje, driblimet të jashtëzakonshme, çfarë pasimi Myersit. Max Smith atje bukur e mshel vin fundore. Oton për mrekulli, depërton në thellësi, pason dhe Morina e ndal në mënyrë të paljuar Greenin. 10-5 rezultati. Një atmosferë e jashtëzakonshme në Minatori. Herën e parë është i pasak Green. Realizon herën e dytë Green, i cili është në mesin e ekzekutuesve më të mirë të gjuajtjeve të lira të Trepsha me 70% të efikasitetit. Tani Max Smith nga pozitat nga cilat është shumë i rrezikshëm dhe me 2 treshe të një pas njëshme, 6 pikë rresht, 11-8 nga -8, afrohen vetëm 3 pikë. Green i shmangët, atje Quan topi hamendët, atë hyna mos hynë dhe në fund në treshe përgjigjet me treshe nga 2 treshe të dyja skuadrat. Faul është ky Drilon Hajrizit.
Driloni e pranon me njëherë. Presingi Tunës ndaj Smithit, 14-8 rezultati, kur kanë kaluar 3 minuta e gjysmë. Zeqiri tenton me 3 pikë edhe e dërgon të veni treshja e tretë. Pra, për vetëm më pak se 4 minuta loj, Bashkimi ka realizuar 3 treshe, aq sa i ka realizuar gjatë tërë ndeshjes së kaluar të dielën mbrëma, dhe po i kthehet asaj armës kryesore, ndërsa me deportimin e tij Green e rikthen 5 pikë e përsi. Smith pran Drilonit, shkëputet anash me hap prapa, realizon për të afruar në 16-13. Jemi duke shiku një ndeshje shumë ndryshe se sa në duelin e parë, dhe Lejsoni po shihet që sonte është shumë më në formë, po duket se e ka tejkaluar atë lëndimin, e ka sanuar. Myers atje depërton për mrekulli dhe realizon për 18-13. Po i shohim edhe realizimet për 3 pikë. Green për mrekulli, depërton në thellësi dhe revanshohet me 2 pikët e tij. Michael Greeni për 18-15, me të vërtet luk dhe petej e niveluar në të gjitha pozitat. Topi vjedhuri Morinas i vetë mohushëm atje, hedhet në parket. Edhe njëherë Smith për mrekulli atje, treshe mbi të gjithë. Loja për tani kemi daljen, po unda loja për arsye se Artin Morina në momentin kur urzua atje poshtë, shkoj në publik dhe një nga publiku pati një farë kontakti me Artin Morinën, dhe me njëherë organet e rendit dhe kujdestarët e përjashtuan atë shikues e nxorën nga palestra. Siguria është në nivel të lartë edhe jashtëzakonisht mirë ka funksionuar. Edhe sigurimi edhe policia si reaguan me njëherë për të mos lejuar që të ndodhë ndonjë gjë. McInnes për Greenin, Cotton është pranë Greenit, me njëherë Cottoni e ka marrë përgjegjësinë që të luajë mbrojtje. Nuk ka pick and roll vështirë atje. Cotton mbrojtje e mirë e tij, mbi Greenin, foul i Tekele Cottonit ndaj Wendell Greenit. Herën e parë, i sakt nga vija gjuajtjeve të lira, ja po e shohim Eric Copes, ende i pa djersitur fare, ende po e nxjerr bankën. As Bunjaku nuk është inkuadruar në lojë. Edhe në gjatë emisionit agon që realisht nuk po arrin Copes të jetë zëvendësimi denj i McInnes, kjo për faktin që Myers është fizikisht shumë më i përgatitur dhe për atë ndoshta edhe më së shpejti po ngarkohet edhe me personale Eric Copes. Green kërkon atje një pasim në thellësi, por mbrojtje e mirë e Bashkimit. Sa bukur atje për mrekulli, asiston Driloni për të mushishin. McInnes i shpëton topin nga dora, por e rimer kontrollin. Artin Morina atje, bukur mbrojtje fenomenale e Myersit në thellësi, edhe kosh faul. McInnes e ndalë në mënyrë të palejuar, e përsëri Myers atje me atë vazhdon ai trash talk apo ngucja mes këtyre dy lojtarëve. Ja bën je bebe për mu, ta shohim se si do t'i kundërvihet McInnesi.
Vazhdon ai dueli i nxehtë ndërmjet këtyre dy gjigantëve të Trepçës dhe të Bashkimit, dy lojtarëve shtat lart me të vërtet. Moti na ka marrë malli me pa një duel të tillë të qendrave, të cilët po luajnë me mishe me shpirt dhe po japin zjarr kësaj serie finale. Do të mbahet mend një kohë të gjatë përballja direkte mes Myersit dhe McInnesit. Lejson Zeqiri bukur atje, mirë po mbrojtje e mirë e Prizenazve, tenton dhe realizon McInnes nga maja e drejtë këndshit për të afruar rezultatin 23-19. Bëhet gati për të inkuadruar në sa bukur e kalon Wendell Greenin, depërton dhe realizon Michael Green. Wendell Green, dy Greenat, njoni kundit tjetrit dhe gabim në hapa ka shkaktuar Greeni i portokallinëve. E dini që Green në gjuhën angleze do me thonë Gjelbert. Është momenti që tjetë në lojë tashmë edhe Dirk Williams në vend të Max Smithit, i cili realisht nuk kontriboi atë shumë në këto minuta. Dhe dim një javë më parë Dirk Williams ka qenë fantastik këtu Myers. Sonte agon fantastik është Myers. Myers edhe një herë pranë McInnesit, po dominon absolutisht në këto 7 minutat e para, 6 minuta e 45 sekundat e para, 27-19, riktheta ajo e përsia maksimale prej 8 pikëve. Myers nuk ka huqur asnjëherë. Çka do që ka gjuajtur deri më tani i ka shënuar të gjitha, është 5-5 nga loja. 11 pikë të Myersit, do të thotë 5-5 nga loja, e ka gjuajtur një gjuajtje të lirë dhe ka qëlluar, e dim se ai ka të lashe me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira. 11 pikë e një kërcim nga Michael Myers, pra figurat qendrore edhe sonte te Mitrovicasit e ka fituar deri tash, po flasim në këto 6 minuta e 46 sekonda loj, e ka fituar duelin direkt me McInnesin, i cili ka 4 pikë, edhe McInnes duhet me thonë që është i saktë 100% pasi ka realizuar 2 dyshe nga 2 tentime. Dhe të dyja kanë qenë nga gjysmë distanca dhe mëtej nuk e kemi para duelin direkt në kosh. Të dyja shënimet i ka pasur nga ajo gjysmë distanca që mund të themi që është armë forte McInnes dhe një plus tjetër për pos që e ka duelin në kosh. Ja, po e shofim jo 9 pikë, Myers i ka 11 pikë sepse pak interneti është më i dopt dhe ka vonesë në statistika, 11 pikë. Ja, tash është përmirësuar, 11 pikë i ka Myers, 5-5 për dyshe, 1-1 nga vija gjuajtjeve të lira. Green, sa bukur Greeni atje, pët këshe po hin mrenda e ngreh prapa, e dërgon Hajrizin, tërhiqet me një hap prapa dhe realizon për 3 pikë. 27-22, Driloni me te Myersi dhe tani kemi Kopsin në vend të McInnesit, mbrojtje e Cotton atje për mrekulli i kalon të gjithë, dalet në mënyrë të paljuar nga Eric Copes. Cotton si duket e pas ka shkelur atje edhe njëherë, shikoni kjo lëvizje fenomenale e këtu si duket ka ateruar keq Tekele Cotton. Deshjen e kaluar me vërtet Tekele Cottoni, nuk shënoi shumë pikë, ishte duajti në fakt me vetëm 9 pikë, mirë po i pati 9 asistime, pra në plan të dytë i vendosi shënimin e pikëve dhe u koncentrua në asistimet e tij. Për pak nuk realizoi double-double, 1 pikë e 1 asistimi munguan. E sonte realizon 2 gjuajtjet e lira për 29 me 22 dhe largohet Tekele Cotton, e tërheq Adisi, sepse aty po e shofim që pak po qalon Madut në loj, ai faktori X dhe gjokeri i Adis Beqiragishit në fitoren shumë të rëndësishme në Prizren. Green, ja vjedh topin të Mushiqi,
depërton derën në fund, nuk realizon. Bunjaku e merr këtë top kundër sulmi shpejt. Green për Lejson Zeqirin, i cili tenton, nuk realizon, por përsëri është atje Green. Faulli Tmushiqit, dueli dy 19-sheve, Tmushiqit dhe Wendell Greenit në këto sekondat e fundit. Çfarë loje, çfarë atmosfere, çfarë beteje. Po mduket që Bashkimi sonte as që e ka ndërmend të dorëzohet, kanë hyrë sonte all-in për të tentu me fitua me barazu serin, sepse në të kundërtën ka me qenë të lashit madh dhe ka me pas presion shumë të madh para ndeshjes e cila zhvillohet të dielën brëma nga ora 19 në Sezoj Suroi. E thash Agon, unë edhe në fillim të ndeshjes jam e sigurt që nuk do të hynë Bashkimi me asnjë mendim tjetër në këtë ndeshje dhe do të mundohen deri në sekondat e fundit të gjejnë atë formulën që ta rikthejnë atë terrenin vendas që e patën. Ishin shumë faktorë që ndikuan në atë humbje, por sonte i kanë të gjitha kushtet që mund të arrijnë edhe deri tek fitoria. Shënimi pranohet, në fakt ishte Myers i cili ishte futur më herët në parket, por pasi u shënua koshi i Wendell Greenit pranohet 29 me 24. Ishte kjo pika e 10 e Wendell Greenit, edhe Wendell Green me pikë dy shifrore. Green dhe në anën tjetër Myers, dy lojtarët kryesor, ja se çka do të thotë prezenca e Wendell Greenit e Bashkimi. Greeni Trepqës, uso bukur të Hunter, i cili gjuan nuk realizon, po Green e përmirëson, kërcim në sulm dhe realizon. Greeni Trepqës për 31 me 24, është kjo pika e 10 e ti, lojtari i dytë e Mitrovicasit me pikë dy shifrore, 21 nga 31 pikët, tandemi Myers dhe Green. Wendell Green për mrekulli, gjuan nuk realizon. Tmushiqi prapa shpinës atje shpejt e Greeni i të gjelbërve, Greeni i portokallinëve atje e pengon, por në fund Copes e blokon. Ja mohon atje pikët dhe Green largohet, e ka meritu këte pushim Greeni i portokallinëve. Definitivisht e ka merituar, kur ja shtojmë faktit që ka qenë me infuzion deri të hënën, edhe më tej vazhdon të jetë ashtu i lodhur, por po e jep 200% që në ti mund temi dhe 10 pikë. Valon Bunjaku, çfarë mbrojtje fenomenale atje, shikoni për mrekulli, po është faul. Ndaj Valonit është personalja e Green. Po Michael Green shumë i bukur. Shikoni se si lufton, sa luftarak është atje Valoni, edhe një zgjidhje kreative atje, jashtëzakonshëm, çfarë imagjinate, ulur ashtu mrapa shpinës e pasoj të Samiri. Zekiqi mirë, po paraprakisht ishte faul. Është ky fauli i dyti Michael Greenit. Në vine gjuajtjeve të lira, Bunjaku realizon Valoni, pra e dim që është një për realizuese më të mirë të Bashkimi me 82% të efikasitetit. E dim këtë me gjithatë në ndeshjen e fundit për pas faktit që shumë gjëra kanë shkuar keq, edhe Valoni nuk ka qenë në ditën e tij më të mirë, ka pas uçe nga gjuajtja e lirë, por sonte duket më në disponim i qelloj. I realizon të dy gjuajtjet e lira për 31 me 26, kanë mbetur edhe 43 sekonda deri në fund çerekut të parë. Madut, oso buku, ai. Oh. Çfarë Alehupi e ngriti në lartësi, ndërsa koshin e shmontoi nga prapa Dardan Kapiti. 33 me 26, Valon Bunjaku aty të shohim. Kishte gabim në hapa. Të referi kryesor Zurapovici. Qësësi se do ta shohim edhe një herë në reprizë më vonë këtë aksion fantastik. Dhe Alehup të cilin me ngulitje atraktive e mbylli Dardan Kapiti. Lejson Zeqiri kthehet në parket. Cotton është pyer po ashtu. Smith dhe Cotton 9 sekonda deri në fund. Tmushiqi e pengon këtë Alehup kësaj radhe. Valon Bunjaku
Max Smith për Zeqirin, Vani Zekicin, i cili e huq nuk realizon dhe vetët 7 pike përsi 33-26, edhe njëherë Madu, me të vërtet, një prej aksioneve më të bukura si vjetë. Asistim në thellësi, e ngrit në lartësi, ndërsa me ngulitjen e tij aksionin e përmbyll Dardan Kapiti. Qerek i parë E këtë e bën edhe më të bukur fakti që ishte Dardan Kapiti, ai që e bëri atë ngulitje pasi e dim ne i përkrahim goxha shumë lojtarët tanë vendor. Atëherë një qerek i parë me të vërtet fantastik ishte, mund themi, një lojë e dominuar lig nga ekipi i Trepçës, e kontrolluan definitivisht Mitrovicasit, por po shohim një luftë goxha të madhe nga ekipi i Bashkimit, të cilët po japin sinjale që nuk do të dorëzohen deri në fund. Dua ta shtoj që po shohim që edhe referët po e luajnë një lojë shumë agresive, po kemi mbrojtje shumë agresive në fushë, gjë që na lë të kuptojmë që do të kemi luftë për 40 minuta. Po, aktualisht pra pas 10 minutave të para, saj përket ekzekutimit të gjuajtjeve të lira të dy skuadrat janë fenomenale. Bashkimi sonte nuk ka huq asnjë gjuajtje të lirë. 6 i ka tentu, 6 i ka realizu, pas kanë punu shumë gjatë këtyre 3 ditëve. Pastaj edhe saj përket tresheve, 4 treshe nga 6 tentime, do të thotë vetëm për 10 minutat e parë kanë realizu një treshe më shumë se sa gjatë tërë ndeshjes të zhvillua në Sezaj Suroj. Në anën tjetër, pra Trepça ka 8-7 nga vija gjuajtjeve të lira, po ashtu pra një efikasitet fenomenal, po e përsia e Trepçës gjatë këtyre 10 minutave të para është Michael Myers dhe ato 5 pikshat e realizuar pa e huq as një të vetme. 5-5, 100% efikas, 2 piksha nga 13 tentime, nga këto 13 5 i ka Michael Myers, ja Wendell Green 9 pike, një kërcim, të themi sa po gjatë pritja, Wendell Green pra ka pasur spekulime se është testuar për doping dhe ka rezultuar pozitiv. Kjo nuk ka të bëj me të vërtetën, pra asisti online ka pyetur, i është drejtuar zyrtarisht Kosadës, pra agencionit antidoping të Kosovës, nuk është testuar, pra ka qenë i sëmur me infuzion dhe kjo edhe është pa dhatë mbrëmje. Po shofim edhe sot, edhe ti e ki vrejt shumë mirë që ende nuk është 100% i përgatitur. Malion Bunjaku atje e huq mirë, po Max Smith e përmirëson për të afru rezultatin në 33-28. Bukur në thellësi atje, por e ndërprer Valjoni sonte. Është hera e dytë në nënkosh që e merë topin, mbyllje e mirë e tin e lojtarëve 7 gjatë, por gjithsesi nuk e shfrytëzojnë në Cox atje nuk realizoi. Kërcim Madu tërhiqet për treshe. Sonte nuk po realizon, mirë po i kthe topi e pati në dorë Bunjaku, po Hunter e dëbojt Mushiqi nga një pozitë e vështirë, tenton, nuk realizon, drejt në duar të Valion Bunjakut. Valioni sonte përsëri po e kryen detyrën e tij, u ngrit nga banka rezervë, 3 kërcimet të tij. Të pasak deri tash edhe një pressing atje i Valion Bunjaku, ti hatashëm në mbrojtje, sonte është Valioni, oj, edhe ky aksion fenomenal i Bashkimit, topi vjedhur i Valion Bunjakut, shkoj për Max Smithin, e ky asistoj për Eric Kopsin. Madut për Hunterin, Koto në kërkon topin atje ndeshën me Madutin, Mushiqi për Kotonin, i cili vendos të gjuaj në sekundën e fundit, nuk qëllon, opalat, Mushiqi, lëvizje mashtruese, Madut dalët në mënyrë të palejuar, por para prakisht e ka shkelur vin, tregon referi kryesorin ndeshjes Zurapovici nga Bosna.
një refer me përvojë ndërkombëtare i cili ka referuar në kampionate evropiane e botnore, e referon edhe Champions League-ën e FIBA-s. Ademir Zurapović është një figurë të cilën e njohim sepse ka referuar si refer i huaj edhe para 20 viteve në kohënat e arta së bashku me Metin Dushkajn, një refer me preardhje nga Kosova. Zekici për Smithin. E ha prapa përsëri. E përsërit te Max Smithi dhe afron rezultatin në 33-30 me një seri 33-32, më falni. Me një seri prej 6-0. Start i mirë i Bashkimit në çarek të dytë. E detyron Adis Beqiragiqin që të kërkon time-out. Definitivisht të koncentruar treguan në këto momente Prizrenasit dhe afrohen në rezultat. Normalisht Adis Beqiragiq nuk dëshiron që të ikë kontrolli i ndeshjes, kontroll të cilin e kanë, dhe po e shohim në plan të parë duke i ulur lojtarëve të tij. Po besoj që do ta kemi rikëthimin tani, nuk të ta lejon Trepqa që ka që lehtë Bashkimi të realizon siç po realizonin. Megjithatë agojnë patjetër duhet themi që në këto minutat e para të çerekut të dytë mbrojtja e Bashkimit ishte shumë më e mirë se sa në çerekun e parë, edhe ndikoi që të vinë këto sulmet e tyre të rrjedhshme në krye me Valon Bunjakun definitivisht. Padyshim se inkuadrimi i Valonit në lojë e solli atë ndryshimin, presingun, mbrojtjen shumë të fortë. Wendell Green është i mirë në mbrojtje, po në sulm, po në mbrojtje drejtë me thonë Wendell Greeni nuk është se është i dëshmuar si një mbrojtës i mirë. Hyrja e Valonit, i cili vodhi 3 topa, bëri një kërcim, një asistim dhe i realizoi ato 2 gjuajtje të lira, e solli sidomos ritmin e mbrojtjes dhe e përforcoi sigurinë në mbrojtje. Myers me Kopsin. Myers në anën tjetër i ka këto pasime. Ufa! Derek Williams atje, blokade bukur edhe një herë atje. Pengon një mbrojtje fenomenale Dirk Williamsit. Fantastik se si arriti pasi ishte duke pritur dyfishimin tek Myers. Me vërtet Williams është një lojtar fenomenal. Smith deporton, e kthen topin te Samir Zekici, i cili tenton, nuk realizon. Të shohim. Me gjaz do të kemi rishikim të rastit. Do të kemi rishikim të rastit. Pasi e gjithë banka e trajneri, lojtarët reagojnë me njerë, për të shohim do të jetë e thirr atje Zurapovici, Aun Krogersin. Do të rishikojmë situatën e fundit me shpejtësi normale. Jo, shpejtësi normale. Shpejtësi normale, edhe njerë pej totalit. Pra, sfida ishte e pas suksesshme pas rishikimit. Zurapović dhe Aun Krogers vendosën topi, me top i fundit kishte luajtur Smith. Williams pran Greenit, mbrojtje e fuqishme tani atje e Zekicit me Hajrizin, luftojnë dy ish bashkëlojtar të cilët e njohin mirë njëri tjetrin. Ju njohin edhe për parësit edhe mangësit. Myers atje dyfishohet nga Kops edhe Bunjaku. Cotton. Çfarë shënimi në stil të Michael Jordanit. Deporton
realizon mes dy lojtarëve, përpirohet atje si në për vrim të gjilpërës nga ana e kundërt, një prej koshave dhe aksioneve më të bukura. Williams tenton të përgjigjet 35-32 me vërtet sonte po shohim basketbol fenomenal. Është kjo një prej se edhe top I vjedhur nga Williams dhe porton çfarë hapi nga koshi në kosht e Huq, luftojnë atje Zekici me Smithin, 3 herë atje Huqin nër kosht pas 3 kërcimeve në sulm. Do të rikthehet Wendell Green edhe Jason Zeqiri. Myers nga ana e kundërt e tabelës, Kops lufton kundër sulmi shpejt, Valion Bunjaku në anën tjetër, Bunjaku pick and roll me Eric Kopsin, shkon për Smithin, Tmushici është pra ti, pick and roll me Kopsin, par mrekullin në thellësi, e ngulit Eric Kopsi për të afru rezultatin në 35-34, do të kemi një zëvendësim të trefisht. Morina, Green dhe Zeqiri do të rikthehen në loj, 3 nga lojtarët e peshës së parë, dërsa do të largohen të shofin. Këtë rast e kësaj shojmë akcion e bukur të Tekele Cotton nga një kënd fantastik. Me super slow motion ishte, me vërtet I jashtëzakonshëm, shikoni këte fluturim. Bi e në anën tjetër e patëm edhe asistimin fenomenal për toke midis dy lojtarëve të Smithit për Kopsin. Një që është e sigurt. Jo vetëm shikuesit këtu në paljestrën Minatori, rreth 4.000 zësh, por gjithsesi se edhe ju adhurues të basketbollit në adresën numër 1 të sportit në vendin tonë Art Motion, jeni duke u kënaqur me këtë lojë fenomenale. Po më zëvendësimin e Dirk Williams të agon dhe unë dalj me një herë bashkë në bisedim me trajnerin, I cili as qaroj arsye në zëvendësimit, sinqerisht ishte fantastik në mbrojtje dhe e çuditshme se si e zëvendësoi. Green atje depërton, por kishte skaduar koha e sulmit në depërtim. Green atje mbrojtje e mire e Greenit Bashkimit, Kapiti, I cili është kthyer në loj, I thot atje Triloni Madutit kalo, pick and roll Kapiti në anën tjetër, për pak sa nuk e vodhi këtë top Smith. Cotton ka dhe 4 sekonda për këtë sulm, mbrojtje e mirë, Cotton në sekondën e fundit. Nuk pranohet. Ademir Zurapovic tregon se Cotton kishte mbetur me top në dorë. Po, vendimi drejti Zurapovicit, 35-34. Pra vazhdon në dominimi I Bashkimit në këto 5 minuta e 44 sekondat e para. Trepqa ishte më e mirë në qerekun e parë, shkoj deri në 8 pike përsi, e mbylli me 7 plus 33-26, por ajo seria fillestare prej 6-0 e afroi rezultatin në 33-32. Më pas shënuan nga 2 pikë se cila skuadër, pra aktualisht në këtë qerek rezultati është 8-2 për Bashkimin, vetëm 2 pikë të realizuara për gati 6 minuta loj. Kjo tregon se kemi një lojë të jashtëzakonshme në mbrojtje të Bashkimit, e më meritori për këtë padyshim është Valion Bunjaku. Teksa e pam një faull në sulm nga Lejson Zeqiri, nuk u vendos mirë gjatë aksionit të ekipit të Bashkimit. Ai timeouti Adis Beqragiqit pak as shumë janë dali atë vrullin e ekipit të Bashkimit, edhe pse u afruan në rezultat, nuk po arrin që të vazhdojnë me ato sulme të rrjedhshme. Kuqe Madutit sonte jo I disponuar si në ndeshjen e kaluar, e tani kemi personale.
Do të jenë dy gjuajtje të lira dhe tash, nëse Max Smith realizon, atëhere do të jetë kjo e përsia e pare bashkimit sonte në këtë finale të 4. Ju rikujtoj, Trepça ka e përsi prej 2-1 në seri. Herën e parë është i pasakt. Max Smith, po e shofim McKinnisin të cilin e ka ullur atje është duke pushuar. Jankovic nuk është i lumtur me mënyrën se si luajti në fillim. Ja, Myers po kthehet në loja, do të reagon Jankovic apo jo, duke rikthyer edhe McKinnisin në loja, po si Realisht Agon mendoj që është duke ruajtur McKinnisin, pasi që i ka dy personale dhe e di mirë që fakti që u largua nga loja dhe personalet e shumta të tij ndikuan në duelin e kaluar këtu në Mitrovic. Dhe për këtë i ka dhënë disa minuta pushim paktën tani që më vonë të jetë në fush. 35 me 35 barazohet rezultati, ndërsa Myers kthehet në lojë. McKinnis edhe më tej është duke pushuar. Arsyet i tregoi Ulpiana. E vjedh doping Green. Dalet atje në mënyrë të palejuar nga Junior Maduti. Green do të kthehet në lojë. Madut do të largohet nga loja për dallim prej ndeshjes së kaluar të dielën në Seza i Suroj. Madut nuk ishte i sakt, pati 2 huqe nga tentimet për 3 pikë dhe 2 topa të humbur, 3 topa të humbur në fakt, dhe Beqiragishi e ull. Interesant është të themi se Erioni Kastrati sonte ende nuk është inkuadruar në lojë. Tentimi Wendell Greenit me treshe, dhe kjo është treshja e dytë nga 2 tentime dhe përsia e par e bashkimit 35 me 38 dhe treshja e 5 nga 11 tentime e bashkimit. Në thellësi atje shikoni se si trefishohet Dardan Kapiti, Kotor depërton në thellësi atje mirë, po Erik Kops mbrojtje e mirë dhe s'ka donsun. Definitivist Ulpiana, mbrojtja e bashkimit është ajo e cila e solli këtë e përsi 12-2 momentalisht, pra vetëm 2 pikë të realizuara të Trepçës në 7 minuta e 11 sekonda lojë. Hyrja Valion Bunjakut, edhe Wendell Green i cili nuk njihet për mbrojtje të mirë pare se volli një top, po e shohim shumë të angazhuar, edhe Erik Kopsi të cilin shumë kush po e kritikon, megjithatë sonte po e kryen punën e tij për mrekulli në thellësi. Green, dueli 2 nimleçeve, Green dhe Tmushiqi. Green edhe një herë, Sajrode nuk realizon, Greeni i Trepçës e kap topin. 2 minuta 25 deri në fund të çerekut të dytë. Edhe një top i vjedhur nga Morina. Max Smith për Wendell Greenin dhe realizon atje. Unë gatruan pak një karambol si me qenë kështernja të nxehta e gjujtë topin, por në fund realizon Kopsi, faulli Altin Morinës. Thot atje po e bona une faullin, i thot Sasha Jankovicit, por është ky faulli i tretë, apo jo, fani, jo, mire pata, i treti u vonua tavolina zyrtare, personalja e tretë Altin Morinës, edhe të dielën ishin Bunjaku edhe Morina, ata të cilët u përjashtuan për shkak të 5 gabimeve personale, për arsye se me vërtet luajtën mbrojtje të jashtëzakonshme. Ajo që po e shohim te lojtarët vendor të bashkimit, po edhe te Trepçës, është se me vërtet po kam vullnet shumë më tepër për me luajtur mbrojtje. E kjo sonte, sidomos po e përsëris për herë të tretë, po e them, Valion Bunjaku i volli 3 topa dhe ishte ajo lokomotiva në mbrojtjen e bashkimit. Pra deri tash bashkimi i ka 8 topa të vjedhur. 8 topa të vjedhur, në anën tjetër, pra Trepça i ka 12 topa të humbur, për dallim nga bashkimi i cili ka vetëm 6 dhe me të vërtet këto moti nuk e kopa për 8 minuta lojë, vetëm 2 pikë të realizuara të Trepçës. Në anën tjetër 14-2, pra nga -7
shkuan në +5. Me të vërtet mbrojtje fantastike e ekipit të Bashkimit përpos faktit që në vazhdimsi po i bëjmë presion playmakerëve, gjë që po rezulton me raste e suksesshme, po e kemi edhe 2 fishimin apo edhe 3 fishimin e lojtarëve nën kosh. Në vazhdimsi e pam edhe Bunjakun edhe Morinën që po vinin nga plani i dytë për të tentuar për ta vjedhur topin, edhe kjo nuk ja lejoi Mitrovica se ta kenë atë komoditetin nën kosh që e pati Myers në ato 5 realizime radhase. Jo vetëm Myers, por edhe tjeriu i cili ka topin, Cotton i cili depërtonte ka vija fundore, ja po e shohim se sa vështirë ka tani Cotton me depërtu. Ja dhe njëherë vendosja, Altin Morina vjedh e top, nga koshi në kosh, depërton, nuk realizon, por Nejson Zeqiri e përmirëson, e ngrit rezultatin në 35-42, e tash ekipi i Bashkimit sonte me vërtet vetëm 2 pikë të realizuara, po don me i pëngja ati Qerekut kur kundër Prishtinës ishte 25-3, ju kujtohet në gjysmë finalet të kupës. Në gjysmë finalin e kupës, rekordi i zi Mitrovicas dhe vetëm 3 pikë, edhe pse ajo ishte kupë, kjo është lig, Super League. Green, po im në minutin e fundit, Wendell Green, i vetmuar mbetët, Wendell Green, Gjuan nuk realizon, Driloni tek Kotoni, Mushiqi, lëvizje mashtruese e ti, Cotton, shikoni se sa shpejt, po kthehen, opa, nuk pranohet shënimi, këtë poshtë është faulli, referi Mitrovski, 35-42 mbetët rezultati edhe njëherë, me të vërtet mbrojtje granite e Bashkimit në Qerekun e dytë, nga -7 tani në +7 Bashkimi, kur ka mbetur 60 sekonda loj, vetëm 2 pikë të Trepqës. Driloni shkon, depërton, nuk realizon, Kobs e do bon topin edhe sulmiri 14 sekonda. Thot 2 herë më kanë tërhequr, po shkon të referi Mitrovski dhe po ankohet Driloni. Largohet Altin Morina, e ruan Sasha Jankovic, i spjegon atje pse, sepse i ka 3 faula dhe dëshiron që ta ruaj. Zeqiri ka 2, Mekinisi ka 2 personale, sonte i ka menagjuar personalet shumë më mirë, tentim për 3 pikë, nuk ka realizim. Myers dhe Kobs, edhe njëherë Kobsi me të vërtet sonte ka dominu në qendër. Topi do të jetë për Arrin që ta ruan Kobs këtë, pavarësisht që ishte i dyfishuar dhe unë ka drua me të. Potezi Menqur i ti 16 sekonda për këtë sulm, time-out. Kemi time-out Nga Sasha Jankovici. Me të vërtet një qarek i dytë shpërthyes i ekipit të Bashkimit. E kjo tregon që jo rastësisht Bashkimi ka qenë në pozitën e parë, pavarësisht asaj humbjes që e pati në Prizren, sonte janë shumë më të motivuar dhe po i shohim që po e kërkojnë me çdo kusht fitoren. Po e shohim pra, këtu janë 22-12 pikët e shënuara në brendit të drejtkëndshit apo asaj zonës së lyer, po nga pikët e shënuara prej topave të humbur, points from turnovers, 15 me 5, 10-6 nga kundërsulmet, po i shohim pra, i kemi 9 topa të vjedhur të Bashkimit dhe 2 topa të vjedhur, vetëm 2 topa të vjedhur të Trepqës, 13 topa të humbur të Trepqës, 6 të Bashkimit, po ajo që sonte është përmirësuar tukshëm pra Bashkimi, janë gjuajtjet e lira dhe treshet. Tash të djelen në Seza i suroj vetëm 3 piksha të realizuar nga 17 tentime, 13 treshe i ka realizu Trepqa, dërsa sonte po e shofim 5-2 me një efikasitet të lartë. Të shofim edhe këto 16 sekondat e sulmit të Bashkimit, Zekici për Bunjakun, Zekici edhe 5 sekonda nga një pozit e vështirë, tenton, nuk realizon, Max Smith me kërcim në sulm atje, bitë të gjithë, 35-44, vetëm 2 pikë të realizuara
të Trepqës. 18-2 në këtë qerek. Drilon Hajrizi tenton, nuk realizon. Green nga koshi në kosh edhe qereku i dytë përbyllet me vetëm 2 pikë të realizuara të Trepqës, pra 16-2. Adhurues të basketbollit, pasi kemi shumë marketing, ne këtu duhet ta ndërprejmë me njëherë, e më pas kthehemi me njëherë në pjesën e dytë këtu në minatorin. Fantastik, me një ndeshje, ja po i shihni, vetëm 2 pikë, 33 pikë të realizuara në qerekun e parë, vetëm 2 të realizuara në qerekun e dytë. Këto me të vërtet, moti nuk e kom pa. Me të vërtet.